Shpjegu vëzër të fjala ibadet në Kur'an, të fjala Allahu të bareke wa ta'ala: La ikrahe fi dinin qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Kur e kemi shpjeguar definicionin e tagutit, çka është tagut, e kemi shpjeguar çka është ibadet. Çka është ibadet vëllazër? Që na thonë abd, rob. Rob çka? Arab rob çka i thonë? Tokës rrafsh ku mundet me hec pa pengesa. Çka abd? I thonë tariq muabbad, rrugë rrafsh, pra autoban. Kur vin urdhët e Allahut te ti, a gjen autoban, a gjen një gung, edhe një grop, gung. Për shembull, vjen një urdhër te ti, çish vjen? Që më thu, ka thënë Allahu gjan kështu. Çish e gjen ti ata? E shef te njëri, mendsi se e merr. Kur i përshtatet edhe nefsit, ja ban autoban. Sidomos se i përshtatet edhe nefsit, edhe afars, ato të mira puna. Apo anda të di bënkaj me gjëzije, edhe mu martu a ibadet, edhe me dalë sabah me falë namazin a ibadet. Ama thot shumë dalojnë të Allahu Gjeli Gjelalu. A janë ibadet të dhjetë? Ibadet janë. Mu martu a ibadet, për nga zëmë ka thonë ka se vapë. Ama edhe me dalë sabah, ftofta a ibadet. A janë njësoj të zoti? A mundet me lemru e një i martum, njëri që ka dalë në gjami për të sabah, me thonë edhe ti të adhuru Allahin edhe une. Ha i me mejnë ka kërija. Ki ka dalë në ftoftin e madh të adhuru Allahun në gjami, ti në qefin tanë. Po, ibadet është edhe ajo, po nuk janë njësoj. Shetën e thot, sa largë janë kjo me këta. Shumë largë janë. A thot i bën Qayyim el-Juzeyy, edhe a i shka i ban Allahut adhurim në haqë, edhe në umre, edhe a janë ibadet. A ma thot edhe a i shka ka dalë në rrugë të Allahut, edhe a janë të i bo ibadet. Shetën e, a i shumë dalim ka. Pse ka? Andaj i kanë qurë disa letra prej ulemave të parë se kanë dalë në për luftë rrugë të Allahu Gjellë Gjellalu, dhe i kanë thirë disa të tjera të kanë thonë që në të po ibadet gjabe. Ka thonë edhe na ibadet edhe ju ibadet. Ka thonë njësoj për ju du këta. Njësoj na me shpatat e armikut karqi. Ibadet janë të dijat, ama nuk janë njësoj. Nuk janë njësoj, vëzër. Andaj shiko, ibadet ku pejgamberi nuk e ka nalë namazin hiç, edhe ku ti dire qate një kafe, dire qate një gibet, dire qate ibadeta, dhe kjo ibadeta. Ama a ibadeta i cili e shtrëngon rripin edhe mu nuk nin heq, veç ibadet. Ka dalim, apo? Andaj shper ka thonë? Ka thonë, tani fillon më ngrit me pa pushtetin e Zotit Gjellë Gjellë. Pa tjetër o vëzër është me e shtru rrugën, me bo autoban të na. Kur të vjene autoban për urdhët e Zotit, e me e bo me gunga për haramët. Kur të vjene haram e thonë, ej, su hec ka këni tu. A e këni pa ju dë një udhë kur s'hecët. Edhe qka thot kur dikush ka shku që ati, thot mos shko që anëse u da keqa. Hinë kënenak, ka ma e mirë. E këshikove se kur vinë urdhët e Allah, të na e gjenë gjadet pastër, e gjenë me gunga. E lusim Allahun që Allah të naban nefësët tona, tarik muabbed, rrugë e rrafshët për të një pranue urdhët e Zotit të bareke, o e tjala.